Demokratike, e cila e quan topin tek presidentja për të ofruar një zgjidhje për thirrur kështu një takim mes partive politike dhe i referohet pra si një përgjigje ndaj propozimit të Abdigjikut. Po, është krejt korekte nga ana e PDK-s. Konsideroj që korekte dhe konkrete. Kështu mendoj që duhet jetë roli, pajtona me zotin Militari, që roli partit politike, sikur që është edhe politika përgjithësi është pjesë e shoshnisë, është zhvillimi shoshnorë, si e tillë. Dhe natyrisht që politika ka më konë reflektim, qofti pa pjekurisë politike të shoshnisë, qofti pjekurisë politike domosdoshmë të shoshnisë. Dhe natyrisht këto komplikime dhe këto trivializime, primitivizma, kokforcina, jo parimësie të tjera, kur të reflektohen të përfasusit tonë, se na kënë demokraci përfasuse, jo kështu referendare si Zvicra, natyrisht që na s'ban më qëtit, veç e këshyrë vetëm pasqyre, atëm për atë punë. Edhe delegimi, apo kërkesa nga institucioni presidentës në këtë ras Osmani, është njëna nga format e zgjidhjes, sepse me natyren funksionale të presidentit e na edhe pse na jemi shtet parlamentar, po shifet që duhet të shkojmë më shpejt. A është zgjidhje? Po ta është shtirë me thonë, sepse zgjidhje është edhe kërkesa prej... Ne po flasim, po mundon me gjithë zgjidhje, dhe na peshofim pa emnim të kusho fajtor, se ajo, si pas mendimit tim po dihet, është i qarshme. Për te kësaj, zgjidhjet janë o presidentja, sepse na e patëm një kërkesë të kryesuesit ndaj presidentes, e cila ke mjaft e butë, ose mjaft e qartë, por njëkohësisht mjaft e butë, mos me kalu kufinin e unitetit apo gjithë përfasimit, zonit unik. I dha shembujt e vendimeve paraprake të gjykatës kushtetuese që e lehtësojnë apo e facilitojnë zgjidhjen. Që tërseno që këto partit politike kalkulojnë tash politikisht edhe bon kishë speshojnë. Prandaj, kërkesa PDK-s ndaj presidentës për interpretim, për moderim, për facilitim të zgjidhjes, është e vetmja e shnosh dhe logjike. Jo kjo i treti mu që me thonë, hajti të unë e tash. Ju s'pe pranojnë që më ka thiri pari në politikë mas zgjedhjeve, në demokraci, që kjo është logjika, ti garon me doli pari, jo i shtati, as i treti. Kur deli treti, e pret renin, nuk cen paren. Këto PDK-ja me reagimin e saj e ka kuptu që s'është e parja, sepse nuk mendoj që se ka ditë. Kjo të regon një farmatunie të PDK-s me i trajtu senet në rrjedhën në saj logjike. Matë matun. Lëtë kënë shas me shas pesh ka fërdit. është një farë vetë knatësie, një farë evokimi i vlerave morale, nisën aty shqiptarët mu bo bashk, po shqiptarët ma bashk, se mi bo 48, në që se po shkojna nga 100 numra shqiptarëve në parlament, për te i pa të keqen e komuniteteve, se na jemi shtetë kushtetus multietnik qytetarët, semi etnik, po së është marrë me konë shqiptara, së është marrë me thonë qina shqiptara, aty se kam problemin me Lumirin edhe me LDK-t, po është në që se po flasëm për gjithë përfshirje. Në një demokraci si kjo Kosovarë, në që se i ki 100 deputet shqiptarë, për 2 si ki